Isha ti pak më parë. Isha me shoqen tënde. Isha me shoqen time. Po e cila gjatë gjithë kohës, sepse kur fletet edhe me shoqet që janë në këtë situatë, që janë të zgjuara ose të zojat e vetes, dhe ajo hyn tek vajza që është zoja e vetes dhe shumë e zgjuar dhe më e zonja se ai, gjithmonë në çdo aspekt të jetës. Prap ato janë, jo e di unë, e kam parë, e kam shumë të qartë, e di, e shoh edhe vazhdojnë. Nuk e di se çfarë besojnë aty, se çfarë kanë në thjesht dëshirën për të shkarkuar, prandaj tregojnë. Pa. Edhe pse nuk bën mirë që ja ndalon, sepse i la distancon pak nga ajo që po ndos. Mjaft mendove për këtë gjë dhe është sikur t'u japësh një lloj shuplake, që ti dërgoj pak pas se të shikojnë që situata vetëm duke e folur nuk zgjidhet, se të mban peng. Kështu që ti ke dhënë pak shtys, edhe ndoshta e ndihmon. Por ka nevojë, edhe këtë e mirë kuptojmë disa herë që ka nevojë të flasin. Unë kam kuptuar që jam një shoqe shumë e mirë në të 40-tat, por me këtë lloj sjellje që kam unë, mënyra se si reagova ndaj saj, unë në të 20-tat kam qenë shoqe shumë e keqe dhe prandaj nuk është se kam pasur shumë shoqe, sepse të njëjtin reagim kisha dhe atëherë dhe atëherë në të 20-tat jam më emocional, njerëzit nuk e kuptojnë, e ofendohen, e marrin si sulm. Edhe unë këtë kam bërë gjithmonë, domethënë. Më është dukur një gjë absurde, idiote, dhe kam thënë kjo është gjë idiote, absurde, edhe nuk ja vlen më merremi me këtë situatë sepse nuk ka asnjë zgjidhje. Edhe kam humbur shumë shoqe rrugës. I fitova mbas shumë vitesh, por e kam thjesht të 40-ta sikur të tërë janë më të kthjellët, edhe pra jam në moshën time më të mirë për edhe të zënë për të pasur shoqëri. Përmenda shoqen sepse Monika, e cila ka 20 vjet me bashkëshortin e vet, 15 vjet e martuar, siç thash me 3 fëmijë, kuptoi situatën ku ishte para pandemisë, kur takoi një shoqe të vjetër dhe shoqja e vuri në dukje ndryshimin e saj edhe fizik. Pra e pa që ajo nuk ishte më e njëjta, unë nuk e di, nuk e njoh fizikisht Monikën, por tregon që kishte ndryshuar, ishte transformuar, pra në fjalët e shoqes vet. Dhe kështu që e kuptoi se ajo gjëja që nuk e thoshte dot me fjalë, por e ndjente, kishte dhënë ngarkesën e saj. Thotë që burri kontrollon financat, veshjet e fëmijëve dhe vendimet. Ajo nuk është ndier kur prezente në martesë. Jeton jashtë Shqipërisë, ai punon, ekonomikisht ai e mban shtëpinë, po kjo mban të gjithë shtëpinë, nga ana tjetër ai ikën në mëngjes në punë dhe vjen në darkë dhe ka frikë të kërkojë ndihmë për shkak të fëmijëve. Vazhdon ende në këtë marrëdhënie dhe na ka marrë në telefon. Gëzohem shumë që temat edhe diskutimet që kemi këtu në studio pastaj kalojnë edhe marrin reagime të shumta edhe online. Reagime shumë kishte edhe programi i javës së kaluar që kishte lidhje me burrat që nuk punojnë dhe gratë që mbajnë shtëpinë. Besoj që reagime do të ketë siç ka pasur gjithmonë edhe tema e narcisizmit. Unë i falenderoj shumë edhe në emër të Jonës, besoj, për të gjithë mbështetjen tuaj dhe vëmendje që i kushtoni Dalina Show, dhe ju kujtoj që më këtu besoj është një buton subscribe i zi, dhe nëse nuk e keni shtypur akoma, shtypini tani sepse do të na ndihmoni dhe ne shumë, do na mbështesni që ta vazhdojmë këtë program sa më gjatë dhe të ndajmë me ju shumë histori rrëfime të cilat mund të ndihmojnë edhe juve, t'ju hapin një dritë për një arsye të caktuar që ju e keni brenda këtu në zemrën tuaj. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me historinë e dytë të Monikës. Mirëmbrëma, Dalina, të falenderoj shumë. E ke pasur dhe njëherë tjetër këtë temë në studio, por nuk arrita dot që të kontaktojmë dhe të komunikonim. Këtë herë vlerësoj jashmase që e pranuat kërkesën time. Fatkeqësisht, Monika, fatkeqësisht është një temë që kërkohet shumë, sepse fatkeqësisht pas ka shumë histori të tilla. Edhe merr kaq shumë kohë që njeriu t'i hapen sytë edhe realisht ta trajtojë si një problem social. Monika, më kujto pak momentin e parë kur takove shoqen tënde. Nëse e mban mend, na përshkruan dot se është shumë interesante se çfarë pa ajo tek ty dhe çfarë zgjoi tek ty komenti shoqes. Patjetër. Në radhë të parë fizikisht, sepse normalisht mbas 3 lindjeve jemi femra, edhe mosha edhe stili jetesës ndikojnë gjitha nga pak. Nga ajo vajza e mbajtur, shumë e lirshme, që ishte shumë sociale më përpara, ajo sikur pa një njeri krejt tjetër transformuar që faktikisht mua dhe vetja ime për kaq kohë përpara pasqyrës nuk është që kisha vënë re diçka, domethënë të dalë njeriu çdo ditë para pasqyrës edhe mos shikoj asnjë ndryshim edhe ti duket normale, ndërkohë që shoqja ime e fëmërisë u shtang. Por edhe nga sjellja ime që isha shqetësuar, që isha
o bobo telefoni, o bobo do më marri burri tani, o bobo sa është ora, po jam fëmijët në shkollë, po kush do t'i marri. Do me thënë kisha kaq shumë kohë dhe ishte takimi organizuar, unë me ziprisja, edhe në momentin që takojmë, unë as edhe për gjysmë ore ose një orë nuk arrita dot të përqendrohem. Kuptoj. Ishe kështu si në ankth që nga ty pastaj? Po, patjetër. Edhe ndërkohë që nuk po bëj asgjë të keqe. Absolutisht është një gjë shumë normale. Nëse normale, të takosh një shoqe fëmijërie për çdo lloj arsye. Ky lloj ankthi nga të vinte, ke pasur situata që je larguar apo ka ndodhur diçka? Jo, situatat kanë qenë të vazhdueshme nga stili i jetesës që unë pasi lash Shqipërinë dhe erdha këtu unë gjeta, totalisht u përshtata dhe u bëra njësh me atë që mu ofrua, pra larg familjes, larg shoqërisë, komplet një ambient i ri, një jetë e re edhe fëmijët. Rutina e përditshme tani, domethënë orari, fëmijët, shkolla, dreka, darka, faturat, doktoresha, dentistit, gjitha këto unë për shumë kohë që kur kam ardhur këtu, doja s'doja, dija nuk dija, i kam marrë të gjitha përsi për vetë. Madje edhe kur ishte puna që ai t'i bënte dhe të përgjigjej për veten e vet, kur kam ardhur këtu, ai kishte 5 vite para meje. Akoma nuk ishte mjek familje. Edhe këtë e kam marrë përsipër. Edhe domethënë ishte një rutinë shumë e ngjeshur që thjesht erdhi ashtu, e mora edhe futa në atë rutinën që nuk e kuptoja dot më, aq që zhytur isha. Pa ndaluar një ditë ose një orë. Shtëpia, fëmijët dhe gjithçka tjetër. Pra unë pothuajse nuk ekzistoja më. Sa vjeç ke kur je martuar një herë fillimisht? 20 vjeçe jam fejuar edhe 26 vjeçe kam ardhur këtu edhe kam lindur vajzën. 5 vite kanë qenë fejes, nga që familja ishte në mes, edhe unë nuk është që realisht e zgjodha 100% për dëshirën time, me qenë se ishte familja në mes, edhe tani 5 vite fejes, ai rinte këtu, unë rija në Shqipëri, vinte her pas here në vit, por që mangësia më e madhe ishte fejesa që e kam kaluar larg edhe kur kam ardhur këtu pastaj gjavon. Se ke njohur tamam ato 5 vite, thua? Absolutisht, jo, absolutisht. Edhe për një farë kohë kam qenë komplet e verbër, e verbuar. Jo nga dëshira, po nga mos zgjidhja, nuk kisha zgjidhje tjetër. Nuk kisha ndryshime, opsione të bëja krahasime, nuk kisha këtë apo atë. Thjesht ndodha, erdha edhe u përshtata. Në vitet e para si ishte ai? Unë nga që jetoj atje me familjen, nuk kam parë asnjë lloj abstenimi nga ana këtij, për shembull që të më dalonte ose të thoshte jo këtu, jo aty, kam qenë shumë e qetë pranë familjes edhe mendoja, gjithmonë shpresa ime ishte që jeton jashtë shtetit, imagjino, Shtetet e Bashkuara, edhe kaq larg, domethënë ka një botë kuptim, tashmë domethënë mjafton se ka një botë kuptim komplet ndryshe për jetën. Nuk është si shumica në Shqipëri. Çfarë diferencë moshe keni? 9 vite. Okej, domethënë e njoj 20, ai ishte 29. Po. Kështu që dhe 5 vitet e para ti the nuk kishte asnjë problem. Sa herë vinte ai në Shqipëri? Po, ndoshta edhe 3 herë në vit. Po 3 herë është pak prap. Domethënë nga sa? Shumë pak është, 2 javë, 3 javë, kishte raste edhe vetëm 10 ditë për shkak të punës. Pak është, normal që është pak. Edhe ti më shumë i shikon si pushime. 1 muaj në vit, po e themi. 1 muaj në vit ju takoheshit fizikisht. Bravo. 1 muaj në vit me pushime, tamam, ai shifte si pushime, nuk është kohë më e fushme për të Absolutisht. Për të kuptuar një njeri. Absolutisht. Dhe ti ishe 20 vjet, kjo ishte historia e parë në jetën tënde? Po, e para. Mua nga zëri nuk e di pse më jep përshtypjen e një goce shumë të bukur. Se ke një zë shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jo, nuk jam. Po më jep përshtypjen e një goce që i pyes vetëm pse me shkuesi, domethënë. Pse u lidhe në këtë mënyrë, po. Si duket, ashtu e ke menduar si ishte edhe vet, aq di atëherë dhe aq bëre që e njohe. Jo, unë kam qenë shumë e përshtatur, më fal që të ndërpres, edhe kushtëzuar nga familja edhe gjithmonë kam pas bindjen dhe i kam besuar verbrisht familjes time. Ndërkohë që edhe familjen, kur vjen një ditë edhe do bësh zgjedhje tjetër, tani e kam kuptuar që duhet ta vesh pak në pikpyetje. Po, atëherë absolutisht jo.
Po këtu në këto 6 vite që jetoje këtu, jam kurioze, je marrë me diçka? Sepse atje ke kaluar direkt në një housewife, në një grua shtëpia. Patjetër. Këtu kishe dhe një ambicje, diçka ishe investuar diku? Shumë ambicie kam pasur, por gjithmonë për shkak të problemeve familjare dhe ekonomisë dhe financës, gjithmonë e kam vënë veten time dytën edhe atëhere, edhe kemi emigruar edhe me familjen, para se të vija këtej, gjithmonë jam munduar të ndihmoj familjen, pra edhe shkollën e mbylla me shkollën e mesme duke mbaruar vetëm 2 vite, pastaj emigruam, pastaj u kthyem përsëri, edhe unë gjatë asaj kohe ndodhi edhe fejesa, plus isha kthyer nga një vend tjetër. Pastaj bëra një kurs parukerie, siç bënin shumica atëherë. Pastaj bëra edhe një kurs anglishtje sepse e doja ekstra kur të vija këtu, absolutisht nuk kisha ndërmend të vija deri këtu në fund të botës, të paktën pa gjuhën. Aq kohë sa isha atje edhe me mendjen gjysma këtej edhe gjysma atje, ky ishte maksimumi që arrita të bëja, edhe derisa edhe familja u normalizua nga ana financiare, me shtëpinë, me ekonomi, edhe nuk e di, më mori ajo rutina, isha si 50-50, gjysma këtu, gjysma atje. E di pse ta bëj këtë pyetje, sepse mund të thonë njerëzit ç'lidhje ka kjo me historinë e narcismit, por shoh, nuk e di, po shoh një gocë martire, kështu martirizohet. Domethënë edhe në emër të familjes, 20 vjeç, nuk e di pse nga që mënyra se si flet dhe s'më bën sens me historinë edhe ose u fiksova unë tash me të folurën e saj. Jo, bën shumë, por rrjedha e bisedës, nuk e di se ka shumë dritë, dhe ndërkohë është martirizuar, është martirizuar për familjen, është martirizuar, nuk ka pasur se 20 deri 26 vjeç, mund të gjesh edhe gjëra që të bësh, domethënë, bësh me veten tënde, martirizuar për familjen, për ekonominë, dhe pastaj e ka kaluar direkt pa e menduar fare, pra pa bërë asnjë lloj, ka kaluar në këtë marrëdhënie. Prandaj kur ka takuar shoqja, është shumë e drejtë që një shoqe do të zgjojë ty nga jashtë, sepse ti nga brenda s'ke si të zgjohesh. Marrëdhënia që kam këtu, edhe që po kaloj tani, edhe pas shuplagës që më dha shoqja, të betohem ndonjëherë, thellë, do kisha dëshiruar shumë që të paktën mos t'u zgjoja nga ajo, isha zgjuar me atë, domethënë isha mësuar me atë rutinën, e përballoja deri diku ishte vënë edhe një rregull. Tani jam komplet e humbur, vetëm ri mendoj, jam edhe në grack nga ana financiare. Fëmijët gjithmonë kërcënohem që në rast se fëmijët do vinë me mua, jati absolutisht nuk paguan asnjë cent, sepse fëmijët tashmë i po paguan faktin që fëmijët do rriten larg jatit e po rrin me tjëmën. Edhe në rast të kundërt, në qoftë se fëmijët do i mbaj ai, unë duhet largohem nga shtëpia, pra nuk ekziston. Madje më ka kërcënuar, sa herë që kemi pas grindje të mëdha, më ka kërcënuar edhe sikur ti të largohesh nga këtu, në qoftë se bën diçka kundra meje, që unë do penalizohem, më ka thënë që gjallë nuk do të le. Ka kërcënuar me jetë, do thuash. Patjetër. Nga ana financiare, nga ana çdo gjë është në dorën e tij, figuron ai gjithandej. Unë kam qenë komplet e dhënë pas shtëpisë dhe pas edukimit të fëmijëve. Tani kam vetëm 5 vite që punoj, 5 vite, edhe punën prapë e kam marrë part-time, që të jem në gjendje, njëkohësisht, mos të shkoputem dot nga shtëpia ashtu sikurse shumica e femrave marrin punë 40 orë java, se fëmijët akoma janë në kujdesin tim. Edhe puna që bën ky tani e bën fal punës që bëj unë, sepse i mbuloj 4-5 procese tjera që e ka obligim për shtëpinë dhe për fëmijët, i bëj prapë unë që ky vazhdon të bëj atë punën që ka, edhe thotë që po ju mbaj unë, çfarë do bëni ju pa mua, çfarë punë bën ti. Përpara nuk e kuptoja dhe vuaja shumë me veten time. Do me thënë, gjithmonë fund ditës fajsoja veten që nuk isha mjaftueshëm. Kur ja reflektoj sjelljen e atij, Dalina tërbohet. Bëhet njëri tjetër. Është gati të vej dorë, por janë fëmijët. Hera herës edhe unë shpërthej edhe nuk mbaj dot, por që janë raste me vërtet shumë ekstreme. Edhe është gati të humbi balancat. Tani nuk dua më ta bëj në këtë mënyrë.
Paramendoje Monika. ti në qoftë se do ndahemi edhe të ndajmë financat edhe ky të bie në një nuk e di, ujdi, do me thënë që është e pamundur, është çikoj të pamundur. Monika, sjellja jote Po. ndryshoi fill mbasi shoqja jote të tha këtë gjën që patë këty. Pra ti filloi të ndryshoje më një herë, të kuptoje shumë gjëra, por edhe filloi të kundërshtoje. Apo kishe filluar dhe përpara? Ajo ishte fiks shuplaka. Shuplaka që mua më duhej që unë realisht vija në vete. Do me thënë edhe më përpara, herë mbas here ndaloja dhe mendoja dhe do me thënë krahasoja disa gjëra e sjellje që nuk më dukeshin normale dhe nuk dukeshin si kur isha unë. Por që prap, rutina e ditës, ngarkesa, hëse ishte një grindje, hëse do ndryshoj, hëse është në punë gjithë ditën. Po the Ha, se diçka dhe unë ndoshta më shumë bëja më mirë. interesante më përpara. The që më mirë të mos jetoj me këtë vetdije që ai është kështu ose unë kam ndryshuar deri në këtë pikë. Sepse tani po e vuaj faktin që e di edhe prap jam duar lidhur. Ti ndërkohë je në një punë part-time, çfarë ndodh me këtë ekonominë që ti arrin të marrësh nga? Absolutisht, t'ja them kështu, t'ja them popullore, është fiks fjalë xhepi për shkak të orarit edhe punës të atill, por që unë për momentin me fëmijët në ngarkim, është shumë e vështirë të gjej një punë tjetër që ma pranon orarin që më duhet mua. Më fal, po nëse shkojmë pak më përpara në kur ti shkove atje në shtetin ku ai jetonte, me një herë u shfaq sjellja e tij kontrolluese ndaj teje, pra që të hoqi pjesën e drejtës për të punuar apo kufizime të tjera apo si ndodhi? Jo, në fakt nuk ishte kështu, edhe e kishte më tepër me të mira që pse se bën dhe këtë, po ato pse se bën, edhe nga ana e punuarit nuk kishte se si të më ndalonte, sepse unë isha shtatzane, erdhi direkt fëmia, erdhi vajza, edhe unë shtatzane, do me thënë, edhe sa po isha zhvendosur këtu, edhe ai sa po e kishte marrë shtëpi, nuk ishim gjendje të mendonim për një punë për mua. Cilat ishin sjellje që ty fillon të bënin përshtypje në fillim tek ai, që më përpara nuk kishe vënë re se ishin distancë dhe nuk ishit bashkëtuar më përpara? Fanatik rreth fesë, e ka edhe këtë që është ekstra, sipër do me thënë ekstra mbi narcisizmin, se narcisizmi vetë është i vështirë, por këta njerëz aty kur intereson, kur përzihen edhe anën fetare, situata bëhet 2 herë më e vështirë. Vetvetiu, ndalesa, do me thënë të gjitha, kjo jo, deri sa erdha në një pikë edhe u mbylla edhe unë shumë në vetvete dhe besoja që çfarë gjoja edhe çfarë vepronte ai, ajo ishte vetëm një gjë, nuk ishte gjë tjetër, ishte e drejta. Po edhe unë të përshtasja në maksimum. Po patjetër. Ti ishte thënë më përpara? Vazhdimisht. Para se të shkoj atje. Jo, më përpara, jo. Absolutisht, do me thënë, thoshte që madje edhe ritualet fetare nuk i bënte në sytë tim. Asnjëherë nuk e kam parë. Por donte të impononte edhe në pjesën e fesë. Patjetër, jo imponim, ajo është, do me thënë, është vetëm një rrugë, nuk ka rrugë tjetër edhe patjetër që duhet ta ndjekësh se do binte ndesh, do fillonin konfliktet e mëdha që në fillim. Ajo nuk ishte zgjidhje. Çfarë ndodhte me ty ndërkohë? Ti e pranove, the në rregull? Të them të drejtën, shoqëri këtu jo, familje jo, gjë jo, edhe deri diku më bë si praktik. Nuk e kuptoja thellësinë edhe ndalimet edhe sa e thellë ishte, do me thënë sa strikte ishte ajo në vetvete. Edhe nuk kisha kohë, as të mendoja shumë. Shtatzane, imagjinoje, postpartum, gjitha tjera ndryshimet, vendi huaj, absolutisht komplet situatë re, e izoluar. Pra ishe detyruar të nështrohesh në këtë pikë. E detyruar në thonjza, do me thënë, jo me përballje. E thjesht ishin rrethanat, ashtu nuk kishin nga jambaje, ishin rrethanat. Ke pas një moment ku ti ke shpërthyer nga kufizimet që po t'u bëni dita ditës, kaluan kaq shumë vite me njëri tjetrin. Ke pas një moment ku thjesht ke thënë jo dhe doj të kthesh edhe një herë aty ku ke qenë ti si individ. Po, shumë edhe tani po e vuaj këtë gjë sepse shpirtërisht jam kthyer aty ku kam qenë. Por fizikisht dhe me rrethana jam këtu. Edhe është një shumë e çuditshme dhe pas kaq vitesh ka shumë raste që unë ndjem me huaj në shtëpinë time.
do ta kuptoj, ka ndryshuar ai kur ti ke shpërthyer, pra ka ndryshuar diçka në sjelljen e tij apo jo? Është munduar sërish të dominoj. Dominimin po, edhe e ka atë që nga që fëmijët në mes, gjithmonë e sjell situatën ku don ai dhe pa pasur parasysh asnjë lloj gjëje, domethënë ti je liga në fund, e kthen, e stërhollon situatën, unë nuk e kam akoma atë aftësi. Jam ndryshe. Domethënë e imja është ose përballje dhe shkon situata në ekstrem, ka pas raste gati ka degraduar edhe në dhunë fizike, se ta thash e kam kuptuar shumë mirë që narcisistit kur i pasqyron sjelljen e tij mbrapsh, aty e ka pikën kulminante. Ajo që kam kaluar unë kurizin tim eksperiencë, absolutisht jo studim. E pëlqen veten ai? Shumë. Ndërsa mua më thot, shikoj e ti veten tënde. E thellë kjo. Nga ajo që ti po përgjigjesh, nga pyetja në përgjigje që po jep, gjithmonë më shumë shikoj drama e vërtet që po ndodhte aty tek ju. Dhe janë shumë histori të tilla që kemi dëgjuar që prindrit narcis nuk i trajtojnë mirë, sikur i përdorin fëmijët e tyre. Është dhe ky rast tek ty, Monika? Bravo. Ai e di shumë mirë që nëse do të më shkatërroj, edhe unë ta mbyll gojen, edhe ta dorëzoj situatën, fillon edhe i kthehet fëmijëve, ose përdor fëmijët, ose për shkakun tim, thot që sjelljen ja ke pasqyruar fëmijëve dhe ato më kthehen mua dhe më flasin mua dhe më respektojnë mua, një lloj sikur bën ti, për shkak se ti nuk i ke dhënë edukatën e duhur dhe respektin e duhur ndaj Jatit, ndërkohë që Jati pothuajse kur nuk ka qenë prezent aty, kur. Edhe kur është në shtëpi, edhe sot e kësaj dite, nuk merr pjesë, gjithmonë ka një justifikim për ta shmangur fëmin, pastaj kur kthehemi në darkë në shtëpi, bën sikur sa shumë e don atë fëmijë dhe sa shumë po mundohet për atë fëmijë, por që fëmijët nuk e dinë. Ti mund të bësh përpjekje të vazhdueshme, nuk e din nëse ti e munduar ndonjëherë të kërkosh dhe ndihmën e familjarëve të tu? E kam bërë, por fatkeqësisht janë fëmijët në mes, siç ju thash, edhe qëndrimi i familjes është ky që ata nuk kanë asnjë gjë tjetër për të më ofruar, veçse të hapin dyert e shtëpisë në Shqipëri ku janë. Ndërkohë që për mua tani pas kaq vitesh ti hedh poshtë është absurde, të marr fëmijët edhe ti iki. Edhe për më tepër ku po iki? E kam dhe të vështirë nga ana morale. Monika, cila do ishte dëshira jote në këtë moment? Çfarë do doje ti të ndodhte me ty? Dëshira ime vetëm të jetoj, të jem një herë lirë, ta bëj një gjë gabim, domethënë ti marr fëmijët të bëj një jetë normale, mos t'i them një herë çfarë ke veshur, çfarë po han, sa është ora, mos numroj, më falni për shprehjen, edhe ekonominë, sa është kjo, sa është ajo. Domethënë të vuaj, por nga vetja ime, edhe sikur të dështoj, le të dështoj. Vetëm kontrollin mbi kokë, dua të jetoj sikur pak të jetë. Thjesht jetoj. Jam pa fjalë gjithmonë kur ka histori të tilla që janë ngecur, sepse instinktivisht unë për shembull rri këtu dhe mendoj, ti them këtë ose të ndoshta po t'ja hap syt këtu. Sot Monika ti po flet si të jetë një skem filmi, domethënë sikur dëgjon një fjali të fortë në një film që merr Oscar. Edhe tha 2 herë, një herë sa keq tha që më hapi shoqja syt, se isha mirë në gënjeshtrën time. Dhe tani thot dua vetëm gabimet e mia t'i bëj vet. Se ne nuk mund t'i futemi më shumë se çfarë situata ekonomike dhe besoj që unë gjithmonë them që shumë edhe shkurtër të kohë në studio për të arritur në konkluzione lër tjetrin e këto. Edhe kur ka ja situata shumë të vështira që ja bëjnë mua që duhen të lënë, prap kam një lloj kështu si zbrapsi brenda meje, por unë dua të shkëpuz diçka tek kjo që sapo the. Nuk e thash kot pjesën e Oscarit që ishte si fjalim Oscari, sepse janë këto filmat për shembull që të bëjnë mos t'i harrosh kur që ndërgjegjësojnë dhe çojnë përpara botën filma, libra, për Magdalena. Se ti ato gratë për shembull që në kohën e nuk e di Emily Bronte apo shkrimtarëve të 1800-s, 1700-s janë ato që morën bën lëvizjet e para sepse ishin në situata të tilla ku gratë as nuk shkolloheshin, siç është situata jote, as nuk punonin siç është situata jote. Dhe kishin burra që jo detyrimisht ishin narcis, po ishin thjesht burra në atë shoqëri ku gratë do ta mbyllin gojen, edhe të rinin në shtëpi dhe prandaj filluan revolucionet. Ndërkohë revolucionet kanë ndodhur,
ti e prap je në graskën e cila ka filluar shumë herët para se të ishte, dhe nuk e di nëse është e rëndësishme apo jo që është narcis. Ky ishte fati yt, por kjo gracka jote ka filluar që kur ishte gracka që ti e the vet, ka filluar me faktin që ti u dorëzove dhe u bëre martire për familjen tënde, dhe pastaj kalove direkt, madje 7 zane ke bërë transfertën për në këtë familjen tjetër. Gjatë gjithë kohës, domethënë, pa e kuptuar, ti ke qenë ajo vajza që ne të gjithë po luftojmë që mos jetë. Jo të mos tjetë grua shtëpiake, se këtu duhet sqarojmë, ka shumë që zgjedhin, por ti ke qenë një grua pas zgjedhje. Dhe mua prandaj më vjen keq, që nga fillimi nuk po ta bëj, dhe prandaj vazhdoj dhe acarojmë dhe do ta shoh foton tënde më vonë, të ma tregoj Lona se s'po më bëjt të lidhjen e zërit, artikulimit, mënyrë çfarë thua ti që mua më dukesh dhe shumë kreative në mënyrën se si shprehesh. Dhe jo realisht, më vjen keq, nëse është arti im është dalloj këtë pjesë e njerëzit. Mos më bëj çaj. Më vjen shumë keq për ty. Më vjen keq për të gjitha gra, por për ty më vjen shumë keq se si të ka marrë jeta në këtë gjë, sepse të ka filluar shumë herët që ti nuk e bër asnjë lloj zgjedhje dhe tamam thash martire, se më kujtohet ajo shpreha martirë të demokracisë. Ke qenë martire familjes, ekonomisë, dhe ke menduar gjëra që s'duhet ti mendoje fare. Absolutisht duhet ti mendoje. Okej, të mendosh për familjen, dhe tash je nën me kohë të plot, që është okej, por nuk je by choice, ti nuk zgjedh dot. Ajo që më vret edhe më shumë tani për momentin, përveç vetes time, është edhe fëmijët, ambienti që po rriten në shtëpi, edhe nesër pas nesër edhe ata për shkak të jatit të ndihen të detyruar të bëjnë atë që jati don, edhe të vazhdojnë atë zinxhirin që unë kam kaluar dikur. Kjo realisht, kjo nuk më lë të flej natën. Kjo është pasoja. Kjo është pasoja. Rrisin fëmijë me shumë aks. Mua më bëri një përshtypje një gjë, Monika, tek ato gjërat të jashtëzakonshme që the, që më vrau pak, që the, edhe në qoftë se unë do bëja një ndryshim, kam edhe këtë përgjegjësinë morale. Këtë pastaj thash okay, se këto janë ato pjesët që ti ke qenë te ky zinxhir dhe ke të vështirë, se përgjegjësia morale në këtë fazë ku je ti dhe çka kërkon ti ishte fundit fare, morale ndaj kujt? Pra morale ndaj kujt? Pra ti kalove nga nëna dhe babait e burri. Morale, do të thënë, kujt duhet t'i shpjegohesh. Dhe këto pastaj janë, unë mendoj që kur të hapen syt, nuk i mbyll dot më, besoj. Për të mbyllur nuk do mbyllen më. Ty tu janë hapur syt. Sa do i dhimbshme. Pa. Dhe që ka një arsye, pra gjëra bëjmë për një arsye ka. Që ti do jetë merje për shembull për narcizmin në herën e parë dhe mbaroi koha, mbaruan temën, mbaroi emisioni dhe ja e hapën prap tani, dhe dohet flisje dhe the këto gjëra që the që edhe mua më bëri të mendojmë, sepse këto janë raste realisht, prandaj thashun që janë bërë gjithë lëvizjet e botës për këto raste të grave, për rastin tënd që gjynaf në 2026-ën. Pra, këtu po lëvizin gjëra, tani si do lëvizin, në këtë pikë mund të ndihmoj pak dhe fati, ndihmon dhe një çik në një lloj mënyre, nuk di si ta them, ndoshta Jona s'do të dakord me mua, po ka një lloj manifestimi të brendshëm që do thotë një fokus për të ndryshuar, sepse gjërat edhe mund të evolojnë, nëse ti e ke fokusin që të ndryshoj. Dhe pastaj ti shkon te fëmijët, se fëmijët nuk kanë pse ta kenë këtë jetë dhe nuk do ta kenë këtë zinxhir, sepse zinxhiri dhe mund të thyet. Ka një moment ku një njeri në zinxhirin e Garcia Marquezit të 100 vjetëve të fëmijëve e thyen atë zinxhirin edhe nuk përsëritet historia e familjes. Dhe një nga fëmijët e tu, nëse jo të tre, po një absolutisht do ta bëj këtë. Aty dhe ta garantoj, unë nuk e di si ta garantoj dhe çfarë do fitoj. Ta garantoj dhe unë se i shikoj në terapi. Po, ja, patjetër. Jona e ka me shembuj. Kështu që një do ta thyej atë zinxhir, këtë mos e ki merakun. Por që ai zinxhiri mos kesh të merakun shumë të paktën, duhet lëvizin gjërat. Dhe te ty ka lëvizur nga brenda. Tani si do lëvizin nga jashtë? Mendoje para është një lloj fokusi. Fokusi do thotë që dëshira jote për të ndryshuar. Në momentin që ke këtë dëshirë, duke hequr të përgjegjësi morale, që nuk e di ndaj kujt e ke të përgjegjësi morale, ku do i shpjegosh, harroje fare, këtë është idiotësi e madhe dhe aty ku je ti, nëse është ai vendi ku e the pa dashje që je atje, nuk s'ke kujt i shpjegosh fare. Por kjo përgjegjësia morale dhe ajo fetare që të ka thënë ai, sepse ai ka përdorur, ai është një vend që përdoret feja shumë për të mbajtur një grua brenda në shtëpi. Se nëse do me mbajt një grua brenda në shtëpi, sidomos në vende të tilla ku emancipimi është shumë i lartë, atëherë përdor fen. Bravo. Bravo, edhe egzageron me fen, absolutisht. Në ato vende se ke frikë.
Ato kanë shumë frikë. Aty ças shef lloj grash sipas atyre, lloj grash të emancipuara, të apërdara, të lavire, ku diun se çfarë shkon në mendin atyre, frikrat. Por më tepër që ky njeriu që ka jetuar kaq vite vetëm e njeh atë vend, ka dhe ai eksperiencat e veta. Dhe frikrat e veta. Patjetër, kjo e frikson më shumë. E ka përgatitur terrenin shumë mirë me paramendim. Jam shumë e bindur. Kjo të bën që ti t'jesh nga para edhe në këtë pikë, përderisa thua që e ditë pak të se kush është bllokimi. Patjetër. Këtu shoh një çështje që është çështje shumë e rëndësishme, e madhe, që është leku. Po, përdorin shumë meshkuj këtë. Ai ka pavarësi, ai ka ekonominë, familjes presion. Dhe nuk është kollaj ti thuash lëre sepse edhe për të ardhur në Shqipëri natyrisht jam me nuk do të lëvizot me fëmijët. Sa vjeç i ke fëmijët? Po, ishte shumë. Është 13, vajza e madhe. Djali është 9 vjeç dhe e vogla është 7 vjeçe. Po, se nuk janë as 18 ato që të marrin vendimin. Kështu që shpresa ime vetme edhe për shkak të fëmijëve që ta thyejnë zinxhirin, unë po mundohem që në këtë kohë tani fëmijët mos ta përthisin komplet kontrollin e atij. Edhe e kam shumë të vështirë tani edhe për veten, edhe për fëmijët, që kur të vi koha të bëhen 16 ose 18, ata ta ndjejnë që janë të lirë të bëjnë zgjedhjet e duhura dhe mos të kenë frikë nga jati. Por do jetë e vështirë, është e vështirë, sepse non-stop ndërhyn ai. Non-stop i flet, non-stop i bën të ndjen. Sa herë që ka mundësinë që shiko se jam unë këtu, ti po rinë shpinë time, ty po të ushqej unë, ty të rrita unë, ty po të mbaj unë, kupton? Kjo është frika ime më e madhe. Nuk kam absolutisht asnjë lloj pengu moral tani si shta Dalina, duhet ta cek edhe këtë. Absolutisht. Por edhe sikur prindrit e mik më gjykonin, nuk e kam më, ata do gjykojnë ai çfarë perceptojnë ata. Mbarove me prindrit tani, me prindrit tu më ke mbaruar punë. Jo, shumë të lumtur i treguar e ke bërë shefi në të gjitha aspektet. Vetëm fëmijët. Duaj që mos të ndikohen, edhe kur të vi koha, të jenë të lirë, po bëj çmos që mos ta kenë frikë kontrollin dhe mos mendojnë që janë në kontroll. Aq shumë sa ky do që ata të ndjejnë kontroll. Si janë ata në shtëpi? Si shikon ti? Kuptojnë shumë, janë të zgjuar, kanë marrë edhe shumë nga unë se detyrimisht me mua kanë dhënë më të shumtën e kohës, janë të zgjuar, por herës janë edhe të friksuar. Do me thënë që sillen pak më ndryshe kur është jati në shtëpi, sillen ndryshe kur janë me mua, herës kanë më shumë dëshirë që të bëjmë gjëra bashkë. Unë jam ato thonë je fani, kalojnë më ndryshe, ndërsa pjesa e jatit është shumë strikte, e parashikueshme kur I themi ne do bëjmë këtë dhe kaq. A dilni bashkë me bashkëshortin tuaj për shembull? Nuk e di, dilni me fëmijët, hani darka bashkë, u thoni me pushime, këndoni në makinë, nuk e di, ka. No, Dalina, jo, unë I bëj gjitha këto sa herë mundem, bashkarisht është shumë e vështirë, le që këtu nuk e ka këtë lloj koncepti, thotë që jeta është e kushtueshme, pushimet tona më të mira janë kur vizitojmë vendin tonë dhe të afërmit që fëmijët paktën takojnë familjarët edhe nuk janë vetëm siç janë këtu gjithkohës. Do të thënë gjithë përpjekja është e imja, edhe kjo ka qenë dhe shtysa më e madhe që edhe pse në ato kushte unë filloj punë. Edhe pse 25 orë java prap punoj. Edhe pse pagesa është pothuajse qesharake krahasuar me pagesën e punës që është këtu. 20. Okay. Gjitha këto që thua ti, më të shumtën e kohës, pavarësisht se po t'ja thuash personit, bashkëshortit, thotë që jam unë pa I bëni juve këta, po ju mbaj si nuk ju mban asnjë. Çfarë ju mungon juve, më kupto? Ndërkohë që mungojnë edhe gjërat më normale. Ai ekonomikisht domethënë ai në punë është mirë, fiton në sajtimen. Sepse po të bënte ai përpjekjet edhe të gjitha detyrat që duhet bëj si prit, sikurse I bëj unë, siç I bëjnë shumica këtu që ti dyqon mirë. 50 me 50, nuk do kishte mundësi t'i bënte atë orë pune, nuk do kishte mundësi t'i ikte çdo ditë ka shtëpia fundjavë, orar, pa orar, asnjëherë. Edhe këtë nuk e kupton, edhe unë ndjem shumë keq kur na e përplas në fytyrë. Edhe thot unë. Si ti? Çfarë ti? Sa kuptoj edhe si çift nuk funksionojnë më, domethënë
siç mund të kenë funksionuar para shumë kohësh. Sepse nuk e pranon më këtë sjelljen time, nuk e pranon më që nuk më manipulon dot, nuk e pranon dot më, domethënë thjesht mundohet më fajsoj gjithë kohës. Thjesht mundohet thotë që ti do vetëm të rebelohesh, ti do vetëm të jetosh, ti nuk je përgjegjshme, ti nuk mendon për të ardhmen. Ti nuk e vret mendjen për ekonominë. Absurde. Të pyes dhe një gjë, ke menduar ndonjëherë veten të shkëputur pra në të ardhmen, gjithmonë them. E mendon që ti mund të shkëputesh një ditë dhe të jetosh atë që ju përgjigje pak më herët, si do ishte më mirë për ty? Është ëndra ime. Edhe shpresoj shumë që t'ja dal, edhe sikur domethënë në të ardhmen të na penalizoj prapa ana financiare. E vetëm një gjë që unë dua është që mos i vej fëmijët në atë pozitë edhe në kohën kur ata të jenë në gjendje të kenë diçka për veten e vet që nga një të bëhemi 2-3, unë e shpresoj shumë këtë. E uroj edhe mezi po pres po numëroj ditët, orët. Edhe pse tani nuk bëj zë. Duke që se jemi duke folur për narcismin, dikush është fatkeqësia e kësaj historie është që burrat nuk na ndjekin shumë, sipas statistikave, por jam shumë e sigurt që shumë burra nuk e kuptojnë këtë fare. Dhe nuk ka pse të jenë narcis. Këtë hallin e Monikës nuk do e kuptojnë. Do thonë, bëj llogaritje, nëse ai roftohet thotë nga mëngjesi deri në darkë dhe sjell lekët, dhe ti e grua shtëpi dhe rrit kalamajt, ku është problemi këtu? Dhe sepse ajo është dhe në një situatë që as në Shqipëri, as në lindjen e mesme, as në Indi, as në Afrikë, në 90-80% të globit, ky nuk është problem. Siç e ka. Prandaj këtu është një rast që ai mund të ketë dhe tipare narcizi, por mund të jetë edhe induktuar nga kultura. Po ndërkohë është një burr që mban ekonomi familjare, që si çdo burr tjetër nuk e kupton pse gruaja ankohet kur rri në shtëpi, sa i vjen nga puna. Dhe kjo është historia 80% të botës kjo. Kështu që këtu është dhe një pjesë tjetër që është kulturë, po ka edhe një element tjetër që është edhe feja, që është mund të ketë brumosur ato idetë pastaj të kulturës, edhe më shumë. Dhe prandaj i shfaq. Po, mund të edhe brumos edhe e përdor. Unë them që fenë e përdorin më shumë se sa një pjesë e madhe njerëzve e përdorin shumë, por që realisht nuk do e kuptojnë, nuk e kuptohen. Shiko, sërish, elementi i empatisë bën diferencën këtu. Kur kemi të bëjmë një rast narcisisti, për shembull, ai nuk ka empati fare për ty. Prandaj, nëse do ishte një situatë tjetër ku vjen e dhënë nga kultura, këto cilësi sikur i takojnë narcismit edhe të merr në aspektin e kulturës, prap diferencën ta bëj empatia. Sidoqoftë një burr që i kthehet fëmijëve gjithkohës, duke u thënë për shembull kujtuar bukën apo banesën apo të mira që i ofron, dhe nuk ka asnjë qasje emocionale ndaj tyre, pra nuk ka afrimitet. Me thënë, një burr i rritur me këto cilësi do ta bënte diferencën përmes empatisë dhe mshurisë në një moment me fëmijët. Nëse ai nuk e shfaq kurrë, atëherë i takon pak anës tjetër të narcismit. Nëse Monika ka vënë re për shembull që ai nuk e ka fare dhe mshurinë ndaj fëmijëve, as ndaj saj, atëherë mund të flasim që kemi të bëjmë me narcisizëm, jo vetëm me çfarë kultura të jep. Jo, e kam fjalën që edhe po të jetë, domethënë mbështetet si histori. Patjetër. Mbështesin shumë. Normalisht. Se janë rastet e tjera që mund të kemi që janë të dhunshëm ose i alkoolizuar ose kurse ky thonë që se burri është të punë dhe ajo ankohet tani edhe filloi gruaja tash të fluturojë nga mendja, do të punojë, do të dali, do të njoh veten, fillojnë të tallen edhe, domethënë është shoqëri dhe këtu e kam si refren të njohur nga shumë histori burra që fillojnë të tallin këtë e përbuzin, këtë nevojën e gruas që të gjej veten. Thonë çfarë është që të gjesh veten, tash ti ke 20 vjet aty, ke gjithë të mirat dhe ai e përmend shumë shpesh që i keni gjithë të mira nga mua. Po e di ti sa prindër e kanë thënë këtë tërë jetën? Këtu vetëm në këtë vend nuk e di se kemi shumë njerëz këtu, po thoya ngrini dorën, gjysma po të ishte një sallë e madhe, gjysma e ka dëgjuar. Është e tmerrshme kjo gjë, edhe që vazhdon. Gjithsesi mua gjëja më e Shumë e dimshme. Po, më e vështirë këtu Monika është fëmijët do ja dalin, ndonjëherë trauma na rrisin. Por un kam hallin tënd. Se çfarë do bësh ti me këtë ndërgjegjësim? Çfarë do ndodhi me ty? Një plan e ka. Një plan e kam edhe shpresoj që deri atëherë
do më shtohet edhe më shumë dëshira dhe jo të më zbehet. Edhe shpresoj që ajo ndjesia që kam brenda vetes që nuk jam bërë për kaq, nuk për kas këtu, meritoj më shumë, mund të marr më shumë, dua më shumë, t'ja dal, thjesht t'ja dal, nuk ka rëndësi si edhe kur, vetëm t'ja dal. Monika, e the vetë meriton më shumë. Është jeta shumë e shkurtër seriozisht për të kontrolluar nga një njeri. Është e çuditshme kur e dëgjon, që një njeri të kontrollon një njeri tjetër. Ai vendos dhe ka pushtet mbi ty. E para njerë duhet një nga pushtetet që ka ishte ekonomiku, cilën pastaj ti e di vetë planin tënd, po avash duhet të bësh ta gjëra gati. Para se të hidhesh në çdo lloj sulmi, lufte, zhdukjeje, bëhet një valixhe gati, gjetet një adresë ku do ikësh. Pra bën ato lëvizjet para se të fillosh të bësh atë që më vjen shumë keq kur jemi në këto situata që bëjmë këto muhabete. Jo, në fakt, kjo është një strategji që ju jepet personave që duhet të dalin nga një marrëdhënie me një narcisist ose me një person abuzues, që planet ndonjëherë e të daljes duhet të jenë të fsheta, sepse nëse deklarojnë atëherë ata fillojnë edhe të manipulojnë sërish. Këtë doja nga jona realisht, do me thënë një këshill për mbledh, se unë e kuptoj shumë mirë edhe do e vlerësoja shumë nëse ajo ma thot edhe nga ana profesionale, edhe nga ana eksperiencave që ajo ka si terapiste, psikologe, unë e vlerësoj shumë. Do me thënë, këshilla jote cila do ishte të vazhdoj të veproj në fshehtësi edhe të bëj budallaqkën? Plani i daljes nga marrëdhënia duhet të jetë i fshet për këtë rast, nëse ti nuk ke suport familjar, nëse shikon që kufizimi është i dukshëm ekonomik dhe tashmë ti ke filluar të ndërtosh pak a shumë ta hedhësh hapin ose je duke punuar, mund të arrisësh më tepër kërkesën tënde për punësim në lirinë që mund të ofroj koha jote, dhe kjo do të bëjë që pak nga pak të kesh një siguri më të madhe kur të dalësh, sepse shikoj që frika jote është përballja me kërkesat edhe përgjegjësitë e fëmijëve, kur ai të thotë për shembull që unë nuk do mbuloj asgjë nëse ti del. Patjetër që kjo gjë do të ishte një sugjerim për ti të ndërtoje planin e pavarësisë financiare. Sepse me sa kuptoj, kjo është çështja shumë marrëdhënieve, jo vetëm e jotja, por shumë marrëdhënieve kur janë një situatë të tillë. Kuptoj, shumë qartë. Monika, ta mbyll dhe unë me një gjë për të thënë që ndërkohë që bëm planin e fshet, e the në një moment kam frikë se mos tërhiqem. Mendo atë është ajo shpreha klishe, drita në fund të tunelit. Nëse të intereson ajo drita në fund të tunelit dhe shumë e rëndësishme për ty, ajo jeta që ti se ke pasur, ajo jeta që ti kërkon, ajo liria që ti do, ajo gabime që do t'i bësh vetë, ndiq atë dritë dhe rrugës do kesh patjetër pengesa, patjetër që ka pengesa, ka frikra. Kur nuk do besoj se do gjej më shumë pengesa nga çfarë kam gjetur deri tani. Me këto që kam kaluar absolutisht, nuk besoj që do më duken pengesa ato të ardhmes. Nuk e besoj. Ke shumë të drejtë. I bën shumë që e di këtë gjë. Nuk janë. Edhe kur je vetëm dhe madje kur ke mbajtur dhe shtëpinë vetëm, pavarësisht ekonomikisht kush e ka mbajtur, kur e ke mbajtur vetëm shtëpinë, ndonjëherë edhe mbasi bën ndryshime të mëdha, prapë jeta është njësoj sepse ti e ke mbajtur gjithsesi shtëpinë. Patjetër. Dhe ne kemi Jam femër dhe shumë herë është dashur të veproj si mashkull. Kaq. Patjetër. Dhe Zoti, dhe tashmë si femër duhet themi deri në fund, jo mos si mashkull. Po edhe Zoti është shumë i çuditshëm kur do diçka shumë edhe je në të drejtë tënde, domethënë, ato që meriton dhe që dëshiron. Zoti, universi quaj si të duash, i rregullon gjërat në një mënyrë që të hapen sy, të krijohet, ka një vështirësi, po të hapet një derë tjetër edhe po vazhdo me këtë planin, nëse kemi të bëjmë me këto tipare narcizmi, me këtë lloj njeriu, vazhdo dhe ndiqe këshillën e Jonës, sa më në heshtje vërtet, sepse është ai manipulimi i fortë edhe nga ana tjetër mos harro që ti je në një sindrom Stockholmi, sepse ke kaq vite që je, si thua, je në një marrëdhënie ku je bindur atij, si thua, je bindur këtij lloj poshtrimi në thonjza që të është bërë, edhe sado që ti je ndërgjegjësuar, prap ke akoma do kesh her pas here edhe ti parë që do dalin nga një histori shumë e gjatë e jotja që je bindur shumë. Dhe unë besoj që nga bindja është si ai muhabeti kur je shtrirë dhe çohesh direkt, domethënë, edhe tulet tensioni, terrë sy dhe thon çohu ngadalë. Kështu që edhe ti në këtë zinxhir shumë të gjatë bindjeje ndaj familjes, në këtë zinxhir të gjatë mos zgjedhjesh, pastaj bindje ndaj burrit,
Edhe ajo goditja me njëherë mund të të ketë frenoj. Kështu që po përgatit veten në përgatita avash, për mos humbur evolucion. fokusin, synimin, pikë synimin, atë targetin e fundit. Çfarë do të ti dhe targeti yt është liria jote. Që është një fjalë që edhe kjo vazhdon urret, po është liria për dhe do thoya edhe diçka edhe pse është jashtë profesionit tim, po të interesoj edhe më shumë për ligje dhe mbështetje që mund të marrin në rast divorci, sepse nuk janë gjithmonë ato presionet që një burr thot. Ndodhin që e kanë detyrim pastaj të mbajnë fëmijët, jo që duan apo nuk duan. Kështu që edhe një interesim për ligjet në vendin ku është mund të japi një lehtësim, ndoshta në këtë moment ku bura për të rastet do të dëgjosh fare se kanë zero informacion për pjesën e divorcit apo ndihmar sociale ofrojnë shtetet, qoftë edhe Shqipëria, dhe kanë zero interes ta kenë këtë informacion, edhe padyshim edhe nëse e kanë dëgjuar do përdorin informacione kundërt. Kështu që Monika, absolutisht aty ku je ti ka lloj-lloj mënyrash për të ndihmuar, nuk është vetëm historia jote, dhe ka shumë imigrantë të tjerë. Është një vend imigrantësh, kështu që absolutisht ka mënyra për të ndihmuar. Shpresoj që po, edhe e kam nisur interesimin, po mundohem gjithmonë paron sy. Edhe një gjë tjetër, nuk e di se ku je atje, se ai është vend që mund të ketë hapësira shumë të mëdha dhe largësi shumë të mëdha nga qyteti, apo nuk e di se çfarë zone je, por edhe këto bashkësitë e grave, atje ka komunitete që mblidhen bashkë dhe ato mua kam dëgjuar shumë histori që kanë ndihmuar shumë. Vetë të flasësh të dash historinë me njerëz të tjerë sepse kanë zgjidhje. Pra po të gjesh për shembull atë part-time-in tënd, edhe një moment se ka absolutisht shumë organizime atje të grave, qoftë edhe grave të imigrante, sa për të folur, e të ndihmon shumë ai socializimi. Qoftë edhe poçaria, kupton, kursi poçaris po them, nuk e di. Absolutisht kërkoj dhe këto sepse mund të gjesh zgjidhje dhe gra që kanë të njëjtat histori si ty. Faleminderit shumë Dalina, e vlerësoj jashmase, ishte një bisedë shumë e këndshme. Unë ndjeva shumë mirë që të paktën për një orë isha vetvetja. Ose mundësi. Është e rëndësishme ajo. Edhe ne të treja që po flasim këtu, janë edhe 5 të tjerë që fillojnë të reflektojnë që janë në këtë situatë, pavarësisht se kur flasim duket sikur situata na përket vetëm neve dhe është e jona vetëm, po ky është dhe qëllimi i misionit që ta dimë që si jemi asnjëherë vetëm. Madje kishte shkruar dhe dikush tha, unë do të flisja për narcismin, për historinë time, tha, po pastaj thash lëre se zoma kuptoj njërita se kam vetëm unë. Unë ndërkohë që lexoja thoja, jo këtë histori kam dëgjuar 100 herë. Monika, të lutem mos humb fokusin. Çfarë do të jetë ai për veten tënde, për të mirën tënde dhe për të thyer atë zinxhirin famkeq të historisë familjes tënde, mos e humb fokusin. Sido që të jetë ai, dhe besoj që Faleminderit. Me këtë dritë që ke në zë, besoj që do ja dalësh ta ndriçosh edhe rrugën tënde. E bëra shumë poetike këtu. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Kjo tema nuk do mbaroj kurrë, por ne sot vendosëm që ta bëjmë me 2 histori, sepse u morëm gjatë me të dyja historitë dhe ishin një histori që e kapi shpejt, po, narcismin, atë do të thënë tiparet e narcistit, edhe një histori tjetër që nuk po shkëputet dot. Pra ishin të dy ekstreme dhe pastaj historitë tjera që kanë ardhur janë rreth këtyre historive. Dhe më shumë jona sot më interesonte që ta analizonim, të futeshim çik më thellë, edhe të kuptonim dhe gjëra të tjera, jo vetëm të të shijojmë, nuk e di, në thonjza dramën e tjetrit. Po. Atë pjesën që edhe ajo është interesante për njerëzit, por doja që të kalonim çik më në analizë. Po e vështirë rasti Monikës, në fakt. Këto raste gjithmonë vra re që u përfshivem shumë te ky rast. U preka, dhe prekem gjithmonë nga këto, domethënë e marr personale, po e ndjej shumë historitë e grave të bllokuara, që janë në pozita shumë të vështira. Kem pasur dhe histori të tjera që realisht duhet sikur nuk kishin zgjidhje fare. Ka qenë mbaj mend një histori një gruaje nga fshatrat e Veriut, që ishte kishte 40 vjet ajo, më duket, nëse të kujtohet, në një histori. Domethënë janë këto gratë që stin ku të shkojnë, që kanë kalamaj, që janë gra shtëpiake. Edhe gjithë kjo lëvizja e grave për edukimin, emancipimin, nuk është për mos i bërë gratë, domethënë të jetë kundër familjes, kundër të qenë shtëpiake, po le të jetë ajo një zgjedhje dhe le të jenë ato bashkëpunëtar. Kështu që këto janë situata të cilat s'ke dhe si ti vësh gishtin se bëre shkollën. Ashtu ishte situata e saj dhe nuk e kuptoj. Tash ajo po ndëgjësoj dhe është një moment që ajo unë besoj që mund t'ja dali, se ja kanë dalë me qindra mira gratë të tjera.
por kishte edhe një element tjetër që vura re, në base e ke intuit tënden, kupton një potencial të një person dhe ti nuk do ta lësh ato që mos e jetoj. Pra i thej që unë shikoj tek ty kreativitetin, shikoj tek ty disa elementë tjerë që janë nxite. Po sepse ajo e kishte, sepse shiko, ka ca njerëz që unë për shembull dorëzohem. Më ndodh dhe më ka ndodhur dhe unë jam dorëzuar dhe nuk i flas. Janë njerëz që gjejnë gjithmonë mbas një fjalie gjejnë një justifikim. Ata te unë ata hiq dorë. Këtë e kam problemun. Domethënë kur gjejnë justifikime, kurse kjo dhe mënyra se si e kisha realizuar gjë dhe se si e tha, dhe plus artikulimi dallohen kur ke diçka. Pra ajo ishte në Terren që nuk i ka dhënë atë të rritet. Në pusin e vet, nuk e di, është futur në pus aty, nëse ka rritur s'ka bërë zgjedhje, është shtyr drejt sajt, e ka marrë si të mirëqen dhe duke marrë si të mirëqen edhe ka shijuar, edhe i është dukur normale. Dhe prandaj fjalia ishte fantastike. Ajo që më hapi syt shoqja ime bëri gabim. Prandaj thash, ai është fjali filmash. Është ai momenti kur thua ç'a do bëj unë tash me jetën time. Domethënë është fjali Hollywoodi në fatkeqësisht. Dhe mendoj se ja përforcove shumë atë që shoqja i ka lënë. Është dhe mosha tash që ke të ndërgjegjësimin dhe sigurinë për të bërë gjëra. Okej, pra këto ishin historitë e sotme. Gjithmonë gjëra të reja për të dëgjuar, për të mësuar edhe për të hapur syt. Edhe uroj që siç janë hapur Monikës edhe dikujt tjetër duke dëgjuar të programi janë hapur syt. Po. Paktën edhe mbas realizimit të dhimbshëm që pse mu hapën syt, të ketë edhe të fillojë ndryshimet, sepse gjithmonë ka vend për ndryshim dhe jeta është jote dhe siç tha edhe Monika, pse nuk e meritoj unë të bëj jetën që dua. Dhe të gjitha e meritojnë të bëjnë jetën që duan. Kështu që mbyllur me kaq, do shifemi prap. Të dielën. Bashkë, të dielën. Natën. ¡Ándale!